2 vetë, edhe me këte e mbyll, e thirën Allahun e madhnushëm. Si e thirën? Ishin xhenem. I thanë, ja Rahman, ja Rahim. O i gjithë mëshirshëm, o mëshirë plot. Në xhenem. Ja Selam, ja Quddus, o i pajshmi, o i shenjti. Ja Latifu, ja Halim. Emret Allahut që i ka përmend Kur'an. Ja Halim, ja Latif, o i buti, o i dhemshuri. Ja Wadudu, ja Kerim, o ti që i don njerëzit, Wadud është që i don njerëzit pa interes. El Kerim, bujar i madh. Edhe e thrasin ato, ja Azizul, ja Xhebbar, o i gjithë fuqishëm, o i gjithë pushtetshëm. Dhe Allahu i la për disa kohë se kështu bosh shumë gjinave dhe pastaj i thret përpara madhështisë tij. I tha, a ju kam bë unë në i pa drejtësi në bazë veprave që keni bë, apo ja u kam bë llogarinë e drejtë dhe e meritoni xhenemin? Tha, e meritojmë xhenemin. S'kishish me thonë. Gjykimi i Zotit është absolutisht i drejtë. Atëherë tha, s'ka gjë për të bisedu, ktheuni në xhenem. Ato ishin 2. Njëri kthehet, tjetri nuk kthehet. Allahu madhnushëm i qofshim atij fal që e besoj mi thot atij që u kthy. Tha ndalje ai. Tha si të bën këmbët më u kthy prapë në xhenem. Tha Zoti im i dashur, të kam bë mëkate shumë dynjas, guxoj sot me të kundërshtu prapë. Më the ktheu në xhenem, kthej. Kurse ai tjetri s'kishte lëviz fare. Po ti dha pse s'lëvize? Tha i madhi Zot qofsha fal, të kam njoft që je mëshirëplot. Mendova që po më zorri nga xhenemi afër madhështisë tënde, nuk më kthe për herë dytë në xhenem. E kështu është Allahu xhelle xhelalu, tha engjëve futini në xhenet ato të ty. E nëse punët tona do jenë të pakta, gjithë shpresa jonë është mëshira e Allahut, më mëshiruesi mëshiruesve, Allahu na mëshiroft. Amin ya rabbal alamin.